Një vajzë më shumë se aktive do thoja me shpirtin e protestës dhe tashmë ka ambicje politikën. Kam kënaqësinë të prezantoj Arilda Leshi, nga Shqipëria bëhet qarkulezh, kandidate mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Arilda, ty të gjej gjithandej në për Google, sa po searchon emrin tënd, por shumë pak për Arilda nga pikpamja personale. Çfarë duhet dim për ty? Çfarë do dim lezhjanët më saktë, por edhe gjithë të tjerët? Jam një vajzë nga Lezhë, jam rrit në Lezhë deri në moshën 18 vjeçare, pastaj kam lëviz, kam studiu jashtë vendit, kam studiu fillimisht marrëdhënie ndërkombëtare në Lituani, pastaj kam punu për pak kohë në Kanada. Atëherë jam rikthy në Shqipëri, këtu bashkë me një shoqe timen pata nis një firmë veshjesh moderne me motive etnografike, pra përdorshim ato motivet e veshjeve popullore shqiptare për veshje moderne dhe përdorshim atë copën artizanale që bëhet nga artizanet tona, qoftë me tezgja, qoftë me lesh. Pastaj kam studiu prap në Austri, masterin për filozofi politike, dhe atëherë jam kthy këtu në Shqipëri dhe jam fut aktivizmit për shkak se ajo që shikosha në përditshmëri më revoltonte dhe nuk kuptosha se pse nuk reagoshin pjesa tjetër e shoqërisë. Për këtë pjesë pastaj më njohin njerëzit më shumë. E kuptoj. Nga Lituania në Kanadan e largës, pastaj në Shqipëri, pastaj në Austri, gjithë ky rrugtim, pse je kthyer nga jashtë? Për shembull, Kanadaja thonë që është shtet shumë social dhe vend i mundësive, po aq sa dhe Amerika. Çfarë të bëri të kthehesh? Gjitha vendet ku kam jetu kanë qenë vende shumë të mira, edhe unë i kam shiju ato vite që kam studiu edhe kam punu atje. Por gjithmonë kam pas këtë dëshirën me u kthy në vendin tim. Jam shumë e lidhur me familjen, me vendin, dhe edhe arsye që kam studiuar shkenca politike ka qenë se kam dashur që herët me dhënë kontributin tim në politikë. Dje po thosha në fjalimin tim në Rëshen që edhe ngenet e mia është një farë lidhje me tokën, jam mirditore. Nëse shikojmë ato rekordet historike, ato zonat e Malësisë Veriut janë zona që janë popullu pas pushtimit Osman, ajo pjesë që nuk u largu nga Shqipëria drejt Italisë, u ngjit në male dhe unë jam gjenerata e parë që ka rënë në qytet. Do të thënë, mas 500 vitesh pushtimi Osman dhe 100 vite shtet shqiptar, unë jam e para që kam rënë nga malet, që nga pushtimi Osman. Edhe gjyshit e mi nuk din me thënë që kanë ardhur nga diku tjetër. Gjithmonë, atë deo i ty nësi me thënë ka qenë mirë dita. Dhe mendoj që kjo patjetër na ndikon në një nivel gjenetik, pothuajse. Jena të lidhur me vendin tonë, nuk e lëshojmë dot fort për kollaj. Shumë e bukur në fakt, por ngjon sidomos nga të rinj, ti ke një moshë 28 vjeçare dhe ti je kaq e lidhur me rrënjët e tua, është shumë e rëndësishme. E tregon edhe nga sipërmarrja që ke pasur, si ka shkuar kjo sipërmarrje, sepse dhe atë ke të lidhur me rrënjët. Po, edhe faktikisht veshjet e para që kemi bë kanë qenë me motive mirditore. Si shkoi kjo sipërmarrje? Shkoi mirë, u prit mirë, po pastaj në një farë pike unë shputa dhe tash e vazhdon shoqja ime, Joana Kaçorri, është akoma domethënë aktive, mund ta shikoni në rrjetet sociale. Çfarë të bën ty të jesh kaq luftarake, kaq e përfshirë në atë çfarë ndodh në vendin tonë, në çdo gjë thuaj se çfarë ndodh në vendin tonë. Çfarë të bën të jesh kaq luftarake? E para lidhja me dheun edhe e dyta ndjeshmëria ndaj problematikave. E shoh si funksionon realiteti dhe mendoj që është i kthym përmbys. Jetojmë në një realitet ku njerëzit me vlera janë të marginalizuar ose ju duhet me u largu nga ky vend, sepse nuk jetojnë dot në këtë vend, nuk vlerësohen dot për vlerat që kanë. Dhe në majet të piramidës tonë shoqërore janë njerëzit më të dhunshëm, njerëz të lidhur me krimen, ose servilat dhe të paaftët. Një shoqëri e tillë nuk mundet me hec përpara. Ne duhet me u rikthy te vlerat nëse dona me prosperu si vend. Përndryshe, ky do bëhet një vend që ju përket një grupi të vogël individësh, shqiptarët do largohen masivisht sepse njeriu kur nuk e gjen veten në këtë vend do largohet siç ka ndodhur,
gjatë tyne viteve, jemi 1 milion më pak njerëz. Pra, ose do zgjedhim të largohemi, ose do zgjedhim të luftojmë. Unë të paktën në këtë moshë do luftoj dhe do përpiqem. A nuk e ke menduar ndonjëherë dhe ti apo ta thuash në vetdia të shprehjen e famshme që Shqipëria nuk ndryshon, është një luftë me mullin të erës, kështu jemi dhe kështu do vazhdojmë. E ke menduar ndonjëherë këtë? Ajo që konstatoj, që duhet thënë dhe duhet t'jesh e qartë me veten kur ja nis kësaj gjaje, është që këtu forcat destruktive janë patjetër shumë më të forta se forcat konstruktive. Megjithatë, unë e shoh, lexoj historinë, pëlqen shumë historia dhe shikoj pak projekcionin ton historik. Menoj që nuk duhet jemi fatalista, vetëm pse nuk kemi arrit me ndërtu shtet deri tash, nuk do të thotë që s'do mund të vazhdojmë të ndërtojmë. Duhet me pas parasysh që siç thash kemi qenë 500 vite në një pushtues që nuk ka dashme na zhvillu, po ka dashme na majt sklever. Pastaj kemi pas 50 vitet e para të ndërtimit të shtetit shumë të rëmujshme sepse gjithë fqinjet tanë ishin agresorë dhe nuk e doshin shtetësinë tonë, pra kemi qenë një luftë madhe për mbrojtje territoret. Pas kësaj vjen taja komuniste që qujon që i shkatron themelet dhe s'kemi arrit akoma me ndërtu një shtet që është legjitim dhe i pranum nga qytetarët dhe me tamam i zgjedhur nga vetë qytetarët. Ne kemi kalu sundus pas sundusi, por eventualisht njerëzit ndërgjegjësohen, por ky është një proces historik. Tashma i shoh shqiptarët më të fortë se kur, kanë 2 shtetet tyne dhe në këtë liri të rifitume do formsohet një grup i ri intelektualësh që do ta çoj këtë vend përpara. Do të thënë nuk e shoh fataliste pavarësisht se e shoh të vështirë. Kur mendon që do ndryshojë Shqipëria? Është brezi jot që do të sjellë ndryshimin? Besoj që brezi jonë duhet vendos në lëvizje këtë procesin pozitiv që unë flas, që të fillojmë të investojmë në arsim, pikës pari, por pra, brezi jonë duhet vendos në lëvizje këtë. Nuk e di nëse do jetë brezi im që me tamam e rindërton komplet shtetin. Pse ke vendosur të kandidosh, sepse ti e bën, le të themi, e luan rolin tënd publik dhe si aktiviste, dhe pse me Shqipëria bëhet? Mendoj që duhet jesh aty ku merren vendimet, që me tamam t'jesh influencuese, në aktivizmi të çon deri një farë pike, aq më tepër në vendin ton ku ke një pushtet që nuk të ngjan. Ne kemi protestu për muj për një çështje aty në Lezhë, një fabrikë që ndot qytetin. Është marrë një vendim për mbylljen e asaj fabrike dhe asnjë nga institucionet nuk reagon. Ne organizojmë protestë mas proteste, jemi qytetarë vullnetarë që po e bëjmë këtë me forcat tona dhe është sfilitse ta bësh këtë në vazhdimsi edhe të mos shikosh kurrë rezultate. E vetmja mënyrë se si mund të ndryshosh gjanat realisht është nëse ju sfidon pushtetin e tyre politik. Pse me Shqipëria bëhet? Pse me Shqipëria bëhet, sepse e shoh si forcën e re më konstruktive në politikën shqiptare. Unë kam dashur që lëvizjet e reja të bashkohen. Mirë po kjo nuk ka ndodhur dhe unë e di shumë mirë së brendshme sepse edhe jam përpjek si aktiviste që kisha kontakte nga gjitha këto grupime, jam përpjek që ti afrojmë njëri tjetër. Nisma dua të votoj 2025 për votën e diasporës, ka qenë fiks një përpjekje e tillë. Dohen kam integruar aktivistë nga gjitha këto lëvizje që të bashkëpunoshim bashkë për diçka që thoshim se e doshim gjithë, me shpresën që ndoshta do mund të afroheshin pak. Por kjo nuk ndodhi dhe e di së brendshme që Shqipëria bëhet ka qenë forca që e ka kërkuar deri në fund bashkimin dhe kanë qenë lëvizjet e tjera që ishin kundra këtij bashkimit. Në pikpamjen time, Shqipëria nuk ka kohë me prit që këta liderat e ri të vendosin se kush do të jetë ai lideri që do ta bëjë Shqipërinë. Ishte momenti që duhet bashkoheshim dhe nuk e bën. Dhe për këtë arsye unë zgjodha Shqipëria bëhet. Ka parë diçka të pazakontë në syrin tim. Përgjithsisht njerëzit hapin një GoFundMe për arsye shëndetësore, ndërsa tek ty kam parë një lëvizje shumë të guximshme, një GoFundMe për të financuar fushatën tënde në Lezhë.
Si e more këtë vendim? Doja që të mblidhja fonde nga qytetarë të zakonshëm dhe GoFundMe ishte thjesht metoda më e mirë, më eficiente për të mbledh para në mas, po themi. Kështu shumë e lehtë për secilin me kartën e tyne me dhuru 10 euro, 20 euro, sa munden. Është më lehtë kjo se sa thjesht po t'i dërgoj tek llogaria ime bankare. Kjo është arsye, domethënë ishte totalisht praktike arsye sepse përdora GoFundMe, ama arsyetimi pas kësaj është që dosha që t'ishte një fushat e sponsorizume nga njerëzit, sepse në politik, në fushat duhen lek, dhe ai që të financon, ai të dikton edhe politikat më vonë. Unë du që t'jem një përfaqësuese e njerëzve, edhe për këtë arsye dosha që të më sponsorizoshin ata. Është zgjedhje e veçantë, sa funksionoi, sa po funksionon, se jemi ende në fushat, jemi në kulmin e fushatës, sa po funksionon, apo të mbështesin qytetarët me financime për të vazhduar fushatën tënde? Më kanë mbështet edhe më shumë se ata që financojnë shumë më gëzojnë ato 10 euro. Atë kur shoh 10 euro them, po, kjo është pikërisht ajo që unë du që se cili individ atë kofën e ditës ta kaloj aty. Kjo është ajo idealja imja. Unë nuk kam bledh shumë, 2.400.000 lek kam bledh, ishte një shumë simbolike, po mjaftu shumë për mu për ato shpenzimet bazë të fushatës time që janë printime. Po nuk është pak, do me thënë është një mbështetje që e krijuar nga qytetarët që nesër mund t'jenë votuesin potencial të tuaj, do me thënë. Si ke pas reagime gjatë fushatës? Reagimet janë në mas pozitive, njerëzit e vlerësojnë atë që unë baj, por ne nuk operojmë në kushte normale, sepse njerëzit këtu nuk kanë lirinë e plot me u angazhu politikisht edhe me u shpreh politikisht. Kështu që shumica mbështetësve të mi veprojnë në mënyrë të heshtur, sepse kanë frikë nga sulmet që mund të marrin nga pushteti në rast se asociohen me mua. Duke qenë se është dhe një qytet i vogël, ke pritshmëri të larta për fushatën? Ne kemi shanse reale për një mandat në Lezhë, jemi 7 kandidat, shumë të mirë, jemi gjithë me listë hapur, ai që merr një vot më shumë, ai e merr mandatin. Për këtë arsye mendoj që gjithë bashkarisht do mund ta sjellim në pragun e nevojshëm për me marrë një mandat. Mendon që do jesh ti ajo që do e marrësh këtë mandat? Jam një ndër kandidatet potenciale. Duke qenë se je dhe ke qenë dhe je më vizibël, le të themi, në jetën publike, sepse njerëzit ndikohen nga jeta publike. Mendon që? Sigurisht. Kemi dhe persona tjerë që janë aktiv në jetën publike, po unë jam një ndër më aktivet, kështu që jam një ndër kandidatet potenciale. Po jemi një grup shumë i mirë, faktikisht, është një listë shumë e mirë. Si e shohin prindrit e tu, vajzën me shpirtin e protestës gjithë kohën, që në një qytet të vogël si Lezhë mund të ketë edhe kosto, mund të ketë pasur edhe kosto për ta të mbështesin në këtë rrugtim, në këtë rebelizëm të ndin, apo të thonë edhe shiko frenohu dhe pak, se ndoshta edhe na dëmton. Ka pas shumë kosto faktikisht për ne. Mamin time kanë heqë nga puna për shkak të protestave që unë kam organizu, kishte 24 vite në biblioteken e qytetit, dhe hoqë nga puna pa asnjë arsye reale, vetëm për të më ndëshku mu dhe për të më hesht mu. Prindrit e mi e kuptojnë atë që unë baj, edhe janë mbështetësit e mi, në këtë fushat janë angazhu maksimalisht. Po bëjmë fushatën me ty? Po gjejnë kontaktet që hershëm që kanë për t'i kontaktu që jam t'u kandidu. Kështu që janë mbështetësit e mi kryesor. Duan që vajza e tyre të jetë deputete që ndoshta dhe të, le të themi, të mos kenë këto padrejtësit që i kanë ndodhur më parë. Atëhere bëhet dhe ma e egrë lufta, sa atëhere i rrezikon akoma më shumë, po patjetër që duan që t'jem në parlament. Prindrit gjithmonë janë mbështetje pa kusht për fëmijët. Pse mendon që duhet të të votojnë ty qytetarët e Lezhës, cila do t'jetë kauza ndryshimi që do sjellësh nëse do t'jesh në parlament me këtë shpirtin e protestës që ke? Jam një kandidat, jam ndër kandidatët që e njoh më së miri problemet që ata kanë. Kam luftu me ta përpara, pra nuk është se po më njohin në këtë fushat. E din që jam zani i tyne dhe nëse futem parlament do jetë thjesht një forcë më e madhe për ata.